në Shtuticë, Vërboc, në Glabare, Baks, në fshatra të ndryshme të Drenicës, në secilin prej këtyre para 27 vjetëve ranë 10 martir e dëshmor të kombit dhe siç thuhet edhe në këtë memorial, gjaku i tyre është ndrruar në dritën e lirisë që na ndriçon rrugën përpara, na përkujton prej ngavim dhe në këtë mënyrë jemi të sigurt se ku shkojmë. Republika e Kosovës, demokratike, pavarur, shtet i orientuar ka Bashkimi Evropian dhe NATO-ja, i ka rrënjët e lirisë së saj dhe themelet e sistemit të institucioneve në gjakun e këtyre dëshmorëve edhe martirëve. Pas 27 vjetëve, shumë kriminal serb po arrestohen ose po gjykohen në mungesë dhe ka përparime sa i përket edhe zbardhjes së fatit të pagjeturve të zhdukur me dhunë, por edhe sa i përket ndëshkimit të kriminalëve të Serbisë. Duhet bëhet më shumë nga prokuroria dhe gjyqësori, duhet të veprohet më shpejt nga prokuroria dhe gjyqësori, për shkak se një mend dëshmit materiale janë këtu, mirë po në anën tjetër dëshmitarët po mplaken, shumë prej tyre edhe po ndrojnë jetë, prandaj na duhet që të nxitohemi, që të kemi sa më shumë drejtësi për viktimat tona. Në anën tjetër, Kosova është më e fortë se kurrë, ushtria dhe policia edhe për nga aftësit, edhe për nga madhësia, janë në nivel të lartë dhe kur më askush nuk guxon që të na mësy për të vrarë pleq e fëmijë, gra e burra, 3 e 3, siç është bërë në luftën e fundit në Kosovë. Dëshmorët dhe martirët e kombit ne i përkujtojmë për herë dhe do t'i kujtojmë për gjithmonë. Njëkohësisht nuk harrojmë se gjenocidi i Serbisë i viteve 1998-1999 është gjenocidi i 4 dhe i fundit i Serbisë. Por janë 3 gjenocide tjera që na i ka kryer ajo mbi popullsinë tonë në brezat e mëhershëm. Është ai gjenocidi para 150 vjetëve, para e rrotull paqes Shën Stefanit të Kongresit Berlinit, pastaj është gjenocidi i 2 luftrave ballkanike dhe është gjenocidi në përfundim të luftës së dytë botërore. Pra gjenocidi i Serbisë mbi popullin e Kosovës i viteve 1998-1999 është veç se gjenocidi i 4 dhe i fundit. Asnjëri prej këtyre gjenocideve nuk falet. Serbia na ka pamatshëm borxh dhe me forcimin e shtetit ton në njërin anë dhe të mbrojtjes kufive e të territorit në anën tjetër, ne i dalim zot popullit e shtetit, por në të njëjtën kohë edhe në përputhje me amanetin e dëshmorëve kryejmë përgjegjësitë shtetërore. Republika e Kosovës dinjitetin e sovranitetin, socioekonomin, integritetin territorial e institucional, forcën e sigurisë dhe policinë i ka në nivele gjithnjë e më të larta dhe një përparim e një ngritje e këtill vetëm sa do të vazhdoj në javët, muajt dhe vitet në vijim. Lavdi të gjithë dëshmorëve dhe martirëve të kombit shqiptar të gjitha epokave.